ABSL organizoi eventin e tretë në Maqedoni me fokus në ngritjen e vetdijes të nivelit të bashkëpunimit në mes të kompanive të cilat kanë shërbime të IT-s dhe kompanive të tjera. Ngjarja u mbajt në hapësirat moderne të Cowork 21 me një numër të madh pjesëmarrësish. Sipas Blerim Shaqirit, kryetari ABSL, kjo platformë mundson hapjen e tregjeve të reja, sjelljen e klientëve në Maqedoni, të cilët janë në Europë dhe në botë, ndërsa ka theks të veçantë në krijimin e vendeve të reja të punës për të rinjt në drejtimin e IT-s. Qëllimi është që të sjellin ekonominë botërore europiane në Maqedoni pa pasur nevojë që të shkojmë atje që ta kërkojmë fatin, u shpreh ai. Përndryshe, ABSL në Maqedoninë e Veriut është pjesë e rrjetit ndërkombëtar të ABSL, i cili operon në disa vende të Evropës dhe më gjerë. Duhet të theksoj që ABSL ka për qëllim që të jetë një platformë e cila do bëj bashkëpunim jo vetëm me bizneset, me të rinjt, me akademinë, gjithsesi universitetet dhe me institucionet e ndryshme shtetërore, të cilët do ndihmojnë në ngritjen e nivelit dhe përgatitjes profesionale që ne të jemi një destinacion i cili do japi kontribut dhe do krijoj mundësi të punësimeve dhe të japi kontribut domethënë në mbarvajtjen e gjithë ekosistemit të industrisë IT. Domethënë ta sjellim ekonominë botërore evropiane këtu në Maqedoni pa pasur nevojë që të shkojmë ne atje që ta kërkojmë fatin.